krimet e rënda kanë bërë punë. Neve nuk patëm shansin me një modifikim të vogël në 75 që të provonin dhe krimet e rënda, se pjesa më e madhe e prokurorëve që janë spagut janë prokurorët e prokurisë së krimeve të rënda. E vetmja, pra, domethënë, duke e parë krimi organizuar, mendoj që goditja është pak a shumë e njëjtë me ato të krimet të rënda. Ka qenë fat i madh për spagun, Sky ECC-ja, që ka qenë dhe kohë e pandemisë në 2020, që njerëzit ka qenë në shtëpi, s'kan pas çfarë me botu fol në telefon me njëri tjetrin, dhe po ta veshë gjithë bisedat dhe me detaje i kanë prej Sky. Dhe kjo Sky ka çuar provat. Edhe të imagjinosh që krimet e rënda nuk kanë pas as Sky dhe as to mjete përgjimi dhe edhe komunikimi me faktorin ndërkombëtar. Tani spaku ndalojmë tek zyrtarët e lartë, zyrtarët e lartë ka një përparim. Për hir të vërtetës, te zyrtarët e lartë kemi një numër, një tabel që vetëm për vitin 2024 janë 33 zyrtarë të lartë të proceduar penalisht. Pa i hyrë, flasë edhe njerë, unë nuk hy provëshmëri sepse ka shumë diskutime për provëshmërinë. Pra, te standardi provës, nuk i hy asaj, po thjesht të procedohen 33 zyrtarë të lartë. Një pjesë e tyre është në netin, 19 janë çuar për gjykim, është një shifër e lartë, është një shifër, pra vetëm për i vit, 33 është shumë, sepse ka i zyrtarë ka Shqipëria, se ne jemi shtet federal. Tani ka qemi, ka që kanë ngeli biqet, futen gjithë në burgët, ngjelet vendi pa qeveri, se kështu i bi. Prandaj neve duhet kemi shumë kujdes në ngritjen e akuzës dhe mu pëlqeu diçka tek prezantimi i zotit Brau për standardin e provës. Duhet rrit standardi i provës, pas duhet lënë vetëm me Sky, për shembull, se këtë çështje nuk janë vetëm për shembull marrësin e Oltion Bistrit. Nuk ishte prova për korrupsion. Me gjykim shkurtuar u pushu çështja, ose mori pafajësi për korrupsionin. Domethënë që pati debate për oficerën e policisë për një operacion të spagut, unë e quaj pozitive dhënien e pafajësisë. Pra domethënë se jo vetëm gjykata duhet bëjë rolin e vet, duhet të jetë noteri i prokurorit. Pra çka kërkon prokurori të vendosë gjykata. Është detyrë e spagut të mbledhë prova, është detyrë e spagut ta bëjë dosjen e plotë sipas 330 kodit procedurës penale me gjithë provat, por gjykata duhet t'japi pafajësi. Prandaj thashë edhe spagut është fat i madh Sky, sepse këto që janë pak a shumë pjesa më e madhe e grupeve kriminale janë sot kanë Sky. Dhe kjo ka, sepse edhe një çështje kur e ke pa autor, s'ke asnjë lloj dhëne, po të kemi parasysh dosjen operative s'ke dhënë fare dhe thot Sky dalin dhëna për një grup caktuar, ti ke edhe një orientim se ku të marrësh provat, pra që dalësh te provat e tjera. Dhe kjo i ka dhënë një dorë shumë të madhe. Po pavarësisht saj ne shohim sukses për sa i përket zyrtarëve të procedurës. Por pa i hy diskutimeve për masat e sigurimit, nëse jo janë apo jo me standardet e ndërkombëtare dhe pa i hy cilësisë prova nëse ka apo jo prova. Pra kjo tabel është diçka